Po, ja e kjeru pa dhohe. Të dashur qytetarë të Kaçanikut, faleminderit shumë që keni dhënë kohën sa dhe keni ditë pushimin të praktikos edhe pune, apo studimin dhe na keni bërë bashkë kur na ndajnë vetëm 8 ditë nga zgjedhjet e dashur parlamentare të 28 dhjetorit dhe fitoria e madhe e lëvizjes vendosur dhe partnerëve të saj, që kanë numrin 118. Që ka bërë qeverisë ka bërë shumë të tepër se këtë 5 fjalë janë dhejnë i 5 viteve të qeverisës, është kësaj. Nona, fëmia, veriu, bujqësia, ushtria. Formalmentin ju falenderoj për rritjen e orgave e ngjorin bazën e këtij kohë. Keni ardhur kryeminista në vendin që nuk lëshon penë. Prandaj ju kjo slogani ja se plakës që ju ka thoni juve mos lëshoni penë, dhe lerë edhe në rezultatet që keni kuar dërsta. Qoftë me Mitrovicën, qoftë me ekonominë e vendit. Mos lëshoni penë në vendimet tuaja. Mos shlope për siguri e për begati, pra vazhdim i qeverisë son bërë mirë për masën siguri, masën begati, për shtetin e qytetarët, për shoqërinë dhe për çdo familje.
Para se të hy në këtë sallë, për këtë të bim madhështor këtu në Ferizaj, më bën përshtypje se çfarë më thanë 2 qytetarë. Njëri prej tyre tha, mos lëshope, e tjetri më tha, mos shlope. Natyrisht që të dy e mendonin të njëjtën gjë. Mos lëshope, mos shlope për siguri e për begati, pra vazhdim i qeverisjes sonë mbaret mirë, për ma shumë siguri, ma shumë begati, për shtetin e qytetarët, për shoqërinë dhe për çdo familje të vendit tonë. Të dashur qytetarë,